i shoh do gjona që nuk i shoh të autor tjerë. Për shembull, Thellësia e mesazhit tine, lirimi i poezisë pe figurave metrike, totalisht, domethënë ai demoni i brendshëm që mundon. Domethënë podrimja del sheshazi me mesazh të qartë, ta sjell fjalën letër, jo më fsheh shumë kanë jam as figurave letrare. Edhe përmes një poezie tine, domethënë ta shpjegon gjendjen e popullit. po. Miq Kosovër gjakojmë që nuk falet. A vritën plumbët bre. Domethënë sa e lexoj emocionona shumë sepse janë vajzë që më prekin shpirtin. Janë vajzë që më thellojnë në botën e mendimit. O shkrenari me pas poet tillë, edhe nuk duhet asnjëherë mos vetnu vepra tyne, po duhet mos fuqizu vepra tyne edhe mundësisht me mujt më shku rrugës tyne. Fez, tregu po ofron një laramani të poetëve dhe krijuesve. Në mitingun e poezisë, me që është një ngjarje e cila ka për masa të mëdha, por kemi fatin ta kemi edhe ne në Gjakov të organizuar çdo vit, po dalin në pa poet të ndryshëm. Jo ata të cilët përgjatë vitit ndoshta duket sikur janë heshtur. A do thot kjo se krijuesit duhet bëjnë përpjekje që të jenë shumë origjinal në shkrimin e tyre, që vargu, proza, poezia, cila do qoftë ajo që e ka servuar, të jetë më afatgjate? Tash për shembull, rrjetet sociale ju kanë ofruar mundësi gjithkujt për më shkruar, për më marrë me lloje të ndryshme të artit. Kuptohet. Fatkeqësisht originaliteti shpeshherë po zbehet edhe po jetë jashta. Për me kriju poezit mirëfillt edhe art të mirëfillt nuk është edhe e lehtë. Domethënë duhet me pas një përvojë të shkrimit, me pas një përvojë të leximit. Edhe tash ju ka ofruar mundësia gjithë secilit, mirë po vlera herë do kur mbetet. Vlera sepse pseudo vlerat po dalin shpeshherë në pas, si në letërsi, si në muzikë, si ashtu, ama mendoj që arti i mirëfillt, arti i arrir, herë do kur do ta zëvendin e merituar.